e mos bëjnë gabim të vinë kërkojnë telefonin tim. Se i bolli kanë mbledhur gjithë telefonat e Shqipërisë aty. Kjo ishte kërkesa e kryeministrit Edi Rama për SPAK një vit më parë. Sot kërkesa nuk është më për telefonat, por për pushtetin. Sepse qeveria po propozon një ndryshim ligjor që do të mbrojë ka pezullimi rreth 25 zyrtar të lartë, përfshirë kryeministrin dhe ministrat, edhe kur janë në hetim për korrupsion. Por si arritëm deri këtu? Shkaku ishte vendimi i gjykatës së posaçme antikorrupsion për të pezulluar zëvendës kryeministren Belinda Balluku si mas sigurimi gjatë një hetimi penal për abuzime me tenderet. Rama e cilësoi këtë si cënim të ndarjes së pushteteve dhe e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese, ku dështoi të merrte një vendim në favor. Paralelisht, qeveria vendosi të ndryshojë vetë ligjin. Argumenti i tij është ky. Nuk ekziston asnjë rast i vetëm në Europë, në historinë e demokracisë, një i vetëm, ku t'jetë pezulluar një antar i qeverisë nga një prokuror. Por në demokracitë funksionale, thelbi është e kundërta. Pushteti kufizohet nga drejtësia dhe jo anasjelltas. Sepse pezullimi nuk është dënim, është një masë mbrojtëse për hetimin. Nuk përdoret sepse dikush është shpallur fajtor, përdoret sepse dikush ka pushtet dhe pushteti mund të ndikojë tek provat, dëshmitarët dhe tek vetë hetimi. Me ndryshimin e ri, ky mekanizëm hiqet pikërisht për ata që kanë më shumë pushtet. Në praktik, kjo do të thotë se një zyrtar i lartë mund të jetë në hetim për korrupsion dhe njëkohësisht të vazhdojë të drejtojë institucionin ku ndodhen provat dhe njerëzit që mund të jenë dëshmitar të çështjes. Pra hetimi vazhdon, por pushteti mbetet. Dhe në fund, pyetja është kjo: a duhet që drejtësia të ketë fuqinë të kufizojë pushtetin? Apo pushteti të mbrojë nga drejtësia?